Të ndalemi pak në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili e konsideronte si sukses punën e SPAK-ut, po ndërkohë gjithashtu edhe shpalljen non grata të Berishës, si dhe arrestin në shtëpi po të Berishës gjithashtu. Si mendoni, çfarë do të thotë ky raport për vetë Berishën, i cili pret nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'i hiqet non grata? Së pari duhet kemi parasysh që raporti Departamentit Amerikan të Shtetit është bërë nga administrata e mëparshme dhe administrata aktuale nuk ka mundësi ta shfuqizojë apo ta ndryshojë, dhe normalisht sipas procedurës do të hidhet në publik, pra do të bëhet transparenca. Ne duhet presim raportin në 2026 që do të flasim për 2025-ën, atëherë mund të kemi një pamje të qartë në rast se kemi të bëjmë tani e tuti administrata Trump do të jetë administrata e linjës Trump, pra Departamenti Amerikan i Shtetit, apo do të vazhdoj përsëri e njëjta praktikë ashtu siç ishte me rastin konkret që kemi të bëjmë me zotin Berisha, i cili është non grata dhe politika amerikane nuk ndryshon. Thjesht më lejoni t'ju them diçka shumë serioze dhe shumë të qartë për çdo qytetar shqiptar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partner për Shqipërinë dhe shqiptarët, për Kosovën dhe për kombin shqiptar në tërësi. Politika e presidentëve amerikan 4 vjeçar nuk ka të bëjë pikërisht me Biden apo me Trumpin. Është një politikë disa vjeçare që ajo ndryshon sipas gjeostrategjisë, politikave të ndryshme që ndjekin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me paqen, stabilitetin dhe luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Për ata që mendojnë që një raport nënvlerëson apo vlerëson dikë, e kanë gabim. Në asnjë moment dhe në asnjë rrethan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk godasin politikan në pushtet, ashtu siç ka goditur Fondacioni Soros, që mund të jetë në Amerikë, por ashtu siç e kam thënë dhe do ta them gjithmonë, jo çdo gjë që shkëlqen është flori apo diamant, dhe jo çdo njeri që mban një flamur amerikan quhet edhe amerikan. Ai mund të jetë më shumë anti-amerikan se sa amerikan, por ne duhet si popull të kuptojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të pajtohen me interesa ekonomike klienteliste të një fondacioni. Prandaj, unë them të çdo qytetar shqiptar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bëjnë dallime me non grata apo jo. Thjesht ishte një politikë e caktuar e administratës Biden e Blinkenit që sot vetë janë të shpallur non grata nga presidenti amerikan. Ky është një tregues përsëri i qartë që gabimet që janë bërë nga kjo administrat, erdhi një president tjetër dhe i korrigjoi. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dhe do të jenë në Shqipërinë gjithmonë, pavarësisht se kush është president. Nëse SPAK do të bënte një listë mbi personat ose më saktë figurat politike që do të godiste para zgjedhjeve të 11 majit, cila mendoni se do të ishte ajo? Tauland Balla, Belinda Balluku, Olta Xhaçka, Buri Sajt, dhe më duket dhe Delina, më duket ministrja e bujqësisë, diçka e tillë. Këto do të ishin njerëz të cilët do të ishin marrë në hetim për arsye se zoti Berisha ka bërë një manual që të gjithë e kemi parë publikisht, por SPAK-u nuk vepron. Këta individ për mendimin tim meritojnë të shkojnë përpara drejtësisë edhe të Partisë Socialiste, sepse është e çuditshme kur ti kryeministri në qarkun e Durrësit të ka marrë pothuajse 10.000 vota dhe
një deputet I thjesht I zonës në ka marrë në Elbasan në 2021 22.000 vota. Pra, aty bëhet jo dallimi, pa aty bëhet ndarja e çdo gjëje. Pra aty kupton qartazi që diçka nuk ka shkuar mirë. O populli ka qenë kaq shumë I dashuruar me qarkun e Elbasanit dhe duhesh që zoti Palla të bënte transferim nga Elbasani në një vend tjetër dhe në fund fare të përfundonte mos gaboj në Tiranë. O desh që nesër pas nesër të bëhet ai kryetari I Partisë Socialiste. Por duhet keni parasysh diçka që në rast se dikush pretendon brenda Partisë Socialiste të bëhet kryetari I Partisë Socialiste, dihet që kjo do jetë lista e radhës. Pra, edhe sikur të kishim spakun me meritokraci, edhe sikur të kemi prova që diktojnë që ndaj një personi mund të merret një masë sigurie, por tek masa e sigurisë ose më mirë te procedimi penal duhet kuptoni diçka. Kur një person ka pretendime, spaku nuk merr një person që është kaq shumë I fuqishëm. Spaku merr gjëra të cilët janë të lehta. Pra, te balluku mund t'i marrë disa drejtorë, në i zëvendësministër kështu me radhë, kupton? Nuk do marrë direkt ballukun sepse Rama do duket që shiko tani unë po e mbroj, si do ta mbroj, kupton derisa të arriti kulmin edhe thotë edhe Rama thotë hajde ik edhe ti se edhe ti më traftove. Rama nuk e bën këto me femrat. Pra, nuk I lëshon ka shumë kollaj. Bën çdo gjë të mund, pra çdo gjë të mundshme e bën ai. Për shembull, te gjykata kushtetuese Olta Xhaxhi duhet I hiqet mandati sepse është në shkelje të kodit familjes, pra edhe një buf që nxjerr ai bufin, buf janë ata brenda, dhe mos harrojmë faktin që juristi apo avokati që mbronte kuvendin në gjykatën kushtetuese ose mos gaboj Olta Xhaxhkën, mos gaboj, po avokati ishte për këtë palë mbronte, ka shkuar antar I KLP-s, imagjino ku kemi arritë, ky është suksesi. Pra, partia vendosi antar KLP-je, por në rast të shkojmë atë juristi dhe t'i themi, orti, të bëj një pyetje, kur nuk kanë kontratë martësore, a është në shkelje të kodit familjes? Pse? Sepse kur nuk ka kontratë që ndajmë pasurinë, do të thotë që pasuria e ndërtuar gjatë martesës që është e përbashkët. Dhe në rast se ndahen ata të dy, njëri nga të dy do bëj pjesëtim pasurie, pra do marrë ato çfarë ka fituar. Dhe në rast se të vdes, përsëri do marrë nga trashëgimia. Pra, me kodin e familjes, Olta Xhaxhka e humbte mandatin. E patë Ramën, e ndihmoi, luftoi që mos shkonte. Pastaj shkonte një komision plepave e ndërkombëtarëve, erdhën ata thoshin gjë tjetër, këta e përkthenin gjë tjetër, kishin një italishtën, gjermanishtën e kishin bërë kështu plere, lavatrice me radhë, dhe në fund fare jemi këtu ku jemi sot. Këto emra që unë po t'i them sepse unë mendoj që mund t'jenë këta individ vetëm me një do thosha selektiv të vogël në raport me Belinda Pallukut dhe Tauland Ballën. Thjesht këta po u morën, do jenë thjesht sa për me treguar statistikat, që ne po godasim edhe këta sepse kemi të godasim edhe krahun tjetër me ata, na kupton? Pra të bëjmë politikë, se nuk mundemi ne tani të godasim vetëm të partisë tonë. Duhet të godasim edhe të tjerët, të fusim edhe ata në burg, të kënaqet opinionin publik. Fut gropos në burg, ne pagojmë para këtej. Futi brenda thjesht të kënaqen Dumani për 3 vite që i ka bërë ka sheshuar fare politikën shqiptare.